Mon man, si fmi, gjithë kena pas qef me lujtë Sony n'ker. E tash me ne e prap, se Sony edhe Honda sopa e ka mbu diçka që as Tesla nuk ka pas për para. Sony Honda Mobility, një bashkëpunim me Sony Group edhe Honda Motor e ka prezentu Afila 1. Makinë elektrike që ku mu bëhe para me PlayStation Remote Play t'integrum direkt pri shtëpisë tone. E tash ti mundesh me pyet çka do me thonë kjo. Me anë se me lujt lojra përmes telefonit ose tabletit, tash mundesh me stream lojat prej PS4 ose 5 drejt për drejt në ekranin e makinës tone. Për pasager që në rrugë ose makinën kur e kim parkem edhe don me pushu pak, ja nis me lujt Sony. Kjo i bën që udhëtimet edhe pritjet në kolona edhe road tripat mu kon shumë më interesant se hera të kalume. Për përdorim kërkuam veç qito. Një Sony 5 ose një 4 që është online në shtëpi, një lidhje të internetit qëndrueshme të paktën 5 megabit për sekond, po 15 rekomandohet për mos me pas lag. Qika është dvim për me lujnë ker. E ideja është se hapësira e makinës nuk është veç për muzikë, edhe mu knoq me familje, po është edhe për me lujt lojnë antar. Tash mundesh me paramenu, është si me pas një Nintendo Switch gigant në kertonin, po me fuqin e PlayStation edhe me një joystick. Si pas Izumi Kawanishi, presidentit Sony Honda Mobility, ky hap përshëndron udhëtimin në eksperiencë të arktimit, edhe nuk është thjesht futuristik, është një hap drejt entertainment për ketë njerëz që kemi pasur në ker. Pra, 2025-ën makinat elektrike janë bën trend. 2026-ën nuk po flasim veç për makina elektrike, po me makina që e ka edhe Sony në ta. Veç imagjinoj, mu kon ker me shokun ton edhe me anis me lut FIFA. Mu knoq. E tash ti kallzom, ako mu kon kjo e ardhmja e entertainment, edhe a e kështë bleti që t'ker. Mos haro me bo koment, mos haro me bo follower ban FM, plus subscribe në YouTube.